Kështu për fillimin e ndaljes, fjalën e tonë për dalë fshimit të ndërteshin. Magari përshëndetje, mirë se keni ardhur në ndalën e radhës së Këshillit Bashkiak Kollaj. Në vështirë të ligjit 119/2015 për qeverisjen vendore, ligjit 24.4, ligjit 26.2, ligjit 27.2 deri më tani në sensin e ndalës radhës së Këshillit Bashkiak Kollaj, fillohet sot ligjin e në pas 37/2006 në salën e ndalës së Këshillit Bashkiak Kollaj, pranë ligjit administrative për me këtë rendim. I ka porën e titull. Miratimi për që zërbarit të ndërës datë 29/6/2026 dhe datë 17/7/2026 si dhe informacioni VKB e marrë me VKB të ndërës. Pika 2. Projekt vendimi lidhënia e njëjtë ekonomike nga fondi kushtezuar për muajin qershor 2026. Pika 3. Projekt vendimi për ndryshimin e VKB numër 74 datë 23/2025 për shtetjen e transferit të pakushtezuar të përgjithshme dhe transferit të pakushtezuar sektoriale të Bashkisë Vëdhënë sipas aktit normativ numër 2 datë 30/6/2026 për të ndryshimin dhe shkresën e ligjit numër 77/2025 për buxhetin e vitit 2026. Pika 4. Projekt vendim për miratimin e tavaneve përfundimtare të programit buxhetor fatmesit 2027-2029 për Bashkinë Vëdhënë. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e pranimit të grantit të akorduar nga UNDP për ngritjen e funksionimit të qenies komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe miratimin e shtetës në buxhetin e Bashkisë Vëdhënë të miratuar me VKB numër 74 datë 23/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesit përfundimtar 2026-2027 numrin e banorëve të Bashkisë Vëdhënë. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Vëdhënë numër 4851, protokoll datë 30/6/2015 dhe Institutit për Bashkitë të Shqipërisë IBSH numër 11 protokoll datë 29/6/2026 për bashkëpunim ndërinstitucional për përgatitjen dhe përdorimin e Bashkisë Vëdhënë të votimit qeverisje vendore në Shqipëri 2025. Pika 7. Projekt vendim për miratimin në parimet të dhënies së drejtës së përdorimit të pasurisë të valutës shtetërore sipas gjurmës së projektit të miratuar që bie në territorin e Bashkisë Vëdhënë për zhvillimin e projektit parku integruar eolik dhe fotovoltaik Kirac me statusin e investitorit strategjik. Pika 8. Projekt vendim për miratimin e njohjes si possedues jo pronër për aplikimin e bërë në disa zona të miratuara me VKM numër 710 datë 19/2025 për shkallën e disa zona me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Vëdhënë. Pika 9. Projekt vendim për miratimin e rregullores së shfrytëzimit të asaj publike në territorin administrativ të Bashkisë Vëdhënë sipas tekstit bashkëlidhur në zbatimin e VKM-s numër 224 datë 1/4/2026 për miratimin e rregullores të shfrytëzimit të asaj publike. Pika 10. Projekt vendim për miratimin e vërtetësisë së vlerës së kredimit zonja normative të shërbimit në programin e stabilimit subvencionit si rastin tregun e lirë dhe pika 11 diskutime të ndryshme. Po kush në gjë më shtu për anën e ditë? Atje rallë më të më anën e ditë? Pro? 20 vota pro, kundër s'ka, së një s'ka, miratuar të anën e ditë. Këtë filloj me pikën e parë. Miratimi për qeverisjen të ndërës datë 29/6/2026 dhe datë 17/7/2026 si dhe informacion për vetë e bëhava në këtë ndërë. Janë ndërë të kalumin në tanë, që e bëhë një rrë dhe jashtërava. Tanë në rënimit janë konfirmuar nga prefektura, ka përshë një tanë? Kërë, e një të partë? Miratohet një parë, atje filloj me pikën e dhe. Projekt vendim lidhënia e linjës ekonomike nga fondi kushtezuar për muajin qershor 2026. Për këtë pikë të analizë nga ndërën specialistë e shfrytëzimit ekonomike në ekonomi. Të përfitojnë linjë ekonomike nga fondet e kushtezuar për muajin qershor 2026, 121 familje në një fond për 395.495 lekë, 5.9% të fondit total. Në total të Bashkinë Vëdhënë e Derës për muajin qershor 2026 në shkallë fitues 359 familje në një fond për 6.319.494 lekë, ku 6% i këtij fondi është 396.989 lekë. Pagë të gjënë është të një ekonomike, të pikën të, pozit.
Commissione per conoscere il servizio sociale. Është për një ekonomike. Tu taskin të shatë, kur vina apikur për një sociale, ekonomike, ata të bëjnë apikimin. Dhe jo të refuzojnë. Atë në të mërë për dy të njërë personi, nga me të mëshiko të anëllërë, ashtu, në falë, gratë që në rejtë, me këto një në dërmejtë, të pensionista, gjysi për akizima e dhe pakën, pension shatash, që e Janë ekonomike është në sistem. Janë pension automatikisht kanë si moral një ekonomike. Ma marrin një ekonomike dhe pension. I digi gjatë minister. Marrin, a që ma dhe që të skapë. Po, askush nuk është bërë që pas ka i banë në që se sistemi e ka refuzuar për që shmune se një vit, që në lejohet për në ba të tjera. Por që kemi në sistemi është pa ma të mëjnë. Normalisht pensionistat në përgjithën për janë gjenë në ma të mëjnë. Po, është një të 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 fikën dhe? Dhe halë më të fikën dhe? Pro? 20 vota pro, unë s'ka, vjetor të mëjnë. Kjo fillon me fikën të. Projekt në një përmëshimin e rëgjëve nëmër 74-23 të marrë 2015 për shtetën e pensionit së pakushtëzuar të përgjithshme dhe pensionit së pakushtëzuar sektoriale për dashuritë të dhënë sipas faktit normativ numër 1 të aprilit 2020 për disa mëshime dhe shtesa i ligjit numër 87/2015 për përgjigjen e ligjit të ministrit. Për këtë pikë kanë gjithë në vërtet dhe ndërshën gjithë të për një institucion. Reglimi e forë nga Agjentoria Financës vjen në vim të normativit numër 2 të 36/2006, ku forma e transferit të pakushtëzuar të transferit pakushtëzuar sektoriale i është përcjell bashkërisë një shpesë fondi për përdorim 2006. Ky fond ka ardhur në vlerën 1.550.000 lekë për programin e mbrojtjes nazare dhe mbrojtjes civile dhe në vlerën 1.166.000 lekë i pa akuzuar, pa përcaktuar të këtij programi të shkollës. Na propozojmë që vlera që ka ardhur për programin e mbrojtjes nazare dhe mbrojtjes civile të kalojë në llogarin për shpenzimet për patra dhe sigurime që të mund të përdoren në përfundim të sezonit veror për orë shtesë zakonisht bajnë sektori i iniciat fiksës. Ka në 3 vite që sektori i iniciat fiksës në përfundim të sezonit veror merë orë shtesë për taksashin e dëshmërive bajnë orë shtesë, për që kjo vlerë për 1.550.000 lekë kaloj për patra dhe sigurime për sektori i iniciat fiksës. Se për këtë vlerë tjetër për 1.166.000 lekë, propozojmë që të kaloje tek programi i shërbimeve publike vendore, konkretisht për shpenzime korrente. Pra, për shpenzime të rishme që mund të jetë tek shërbimet. Janë në vlera relativisht vogla që nga propozojnë një kalim për dy zona. Tek njëna nga këtë zonë, sepse ka ardhur specifikisht për sektorin e mbrojtjes nazare dhe mbrojtjes civile, në sektor tjetër ka këtë propozim. Po, është një pyetje me të pikën të? Ja, halë në të pikën të, pro? Në vota pro, unër s'ka, falë, 19 vota pro, unër s'ka, një abstenit, në e to. Në tjerë filloj me pikën 4. Regullim për mjërështimin e tavaneve për komunitarë të programit bugetar fatjetin 2007-2009 për bashkimin Balkanë. Edhe për këtë pikë të një ditë në rrëtën të jetë të punë. Bazuar në ligjin për financën të drejtësisë shpërndore, në menaxhimin sistemit drejtore të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në procedura standarde për realizim të programit bugjetor, si dhe në udhëzimet e vitit 2006 për përgatitin e programit bugjetor afatmesër të 2007-2009, paraqesin proponuar të tavaneve kufilimtare se përket programit bugjetor për vitin 2007-2009. Do të thonë,
ne gjatë vitit 2026 fillojmë me përgatisim buxhetin e vitit 2027-2028. Jena në fazën e ndërmjetëve pasi do ta bëjmë përfshirjen votor me njërimet e buxhetit komunitar. Nuk ka ndryshim për të seksu krahasume me aktivimet e banës territoriale të kampionit. Shpenzimet vijojnë mesatarisht për kushtet ato që janë aktualisht. E vetëmja gjatë është të specifikuar se investimet që janë aktualisht për të zhvilluar bashkimin kompleks, të shpërndara edhe në vitet 2027 dhe 2025 për pjesës financiare. Për ato investimet që janë aktualisht kena në fillim të licitativ, një pjesë e tyre, ato që janë më voluminoze në tjera, janë shpërndarë për vitet 2027 dhe 2028. Pra kanë shpërndarë për veçare, sikur se në zakonisht për investimet të mëdha, kanë institucione pra shpërndarë financiare banë të rrugë. Po, është një pyetje që tikin kodën? Ka. Atëherë hajmë të tikin kodën. Pro. Manuat pro. Kundër. Një. Abstenim. So. Në akord. Rëndënim për mjetimin e pranimit të grantë të apërturën nga UNDP-ja për ngritjen e funksionimit e qendrës komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe miratimin e shtesës së buxhetit të bashkisë Slovene për miniaturën VKP numër 7/4/25 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 për programin buxhetor pagesë suplementar 2026-2028 dhe numrin fundamental të bashkisë Slovene. Përfektiv të analitik në relatën përgjithësi e zyrës shërbimit social të zonës që ka vërbonë. Përshëndetje. Ky projekt është një projekt I cili shtetët nga fondet e UNDP-s, nga programi I fondeve të bashkuara për zhvillim, askush mos mjetë pas, dhe vlera e fondit e cila alokohet për bashki është 5.809.527 e cila të klasifikohet në programin 10.430 të progresit social dhe shkon për ngritjen dhe vërën në funksion të një qëndre për fëmijët me aftësi të kufizuar. Ky fond do të ndahet sipas zërave buxhetore, pagave sigurime në vlerën 1.804.534 lekë për 4 profesionistë, të cilët do punësohen në këtë qendër dhe janë psikolog, punoj social, edukator shërbimi dhe fizioterapist për një periudhë 3 muajore. Më pas kësaj aktivitete do mundohet në aplikimi që bashkia ka bërë tek protokolli social tek Ministria e Rinjës. Kena shpenzimet operative, e cila është në vlerën 350.000, si dhe kemi shpenzimet kapitale, të cilët janë në vlerën 4.374.963 lekë, e cila shkon për rekonstruksionin dhe mobilimin dhe bërjen funksionale të kësaj qendre. Sa I përkat qëllimit se pse ngrihet kjo qendër, pra qëllimi I këtij projekti të shërbimit dhe funksionimit I qendrës komunitare për fëmijë me aftësi të kufizuar, të moshës specifikisht 0-16 vjeç, me synim ofrimin e shërbimeve të integruara, zhvillimore, rehabilituese, psikosociale, si dhe mbështetje për familjet e tyre. Qendra do të ofrojë shërbime të specializuara për fëmijët me aftësi të kufizuar, si shërbime psikologjike, terapi fizike, terapi të folërit, edukim zhvillim, mbështetje psikosociale dhe punë direkte me prindërit dhe mësuesit e këtyre mbështetjes. Qendra në fokus dhe nënshënim ka lëvyrjen e hershme tek mosha 0-16 vjeç, mbështetjen për zhvillimin dhe integrimin arsimor për moshat 6 deri në 16 vjeç, rritjen e autonomisë dhe aftësisë funksionale, përfshirjen sociale të fëmijëve dhe të familjes së tyre në komunitetet e rinjtë komunale. Duke thënë se sa e rëndësishme është kjo qendër për bashkinë Valdez, si ndër shërbimet më prioritare për të ofruar në territor,
një vetim në bashkëpunim me UNDP dhe fatmirësisht tashmë ata e kanë alokuar telefon dhe ne jemi këtu sot për komunikacimin me ju për telefon dhe dashuri. August, we speak in decision? Speak in fact? Okay, how is it? Pro? Minister vota pro, kundër 100, abstenim 100, një votë primjeritë. Atëherë fillojmë pikën 6. Realizim për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Vërdhenjë numër 4851 protokoll datë 30/6/2026 dhe Institutit për Bashkimin e Shqipërisë IPSH numër 1 protokoll datë 10/9/2026 për bashkëpunim derisa të Senat për përgatitje të përdorimin nga Bashkia e Vërdhenjës për bukimin e qeverisë vendore në Shqipëri. Për këtë pikë janë ditë në vërdhën specialistë e zyrës juridike Kristin Kapaj. Përshëndetje, ato përdorimi numër 14/7/2026 propozon miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Vërdhenjës numër 4851 protokoll datë 30/6/2026 dhe Institutit për Bashkitë të Shqipërisë numër 11 datë 29/6/2026 për bashkëpunim interinstitucional për përgatitjen dhe përdorimin nga Bashkia e Vërdhenjës për bukimin e qeverisë vendore në Shqipëri 2025. Bravo. August, we speak in discussion? Speak in jar? Atëherë, how we voting? Pro? 20 vota pro, kundër 100, abstenim 100, një ato. Atëherë, fillojmë me pikën 7. Projektin për miratimin e pranë të dhënies së sekretës së përdorimit të pasurisë të pamundshme shtetërore si pas zhvilljes së projektit të miratuar që bie në territorin e Bashkisë Vërdhenjë për zhvillimin e projektit parku integruar komunik dhe fotovoltaik i rrethon statusit e investitorëve strategjik. Për këtë pikë në gjithë domethënë me drejtë zyrës juridike për Bashkinë Vërdhenjë tonë në Shqipëri. Është vënia e Ministrisë së Investimentit për projektin e Qytetit të Veçantë për projektin e investimit parku integruar në elektrë fotovoltaik në investim strategjik në një investim për 20 miliard euro aproximisht, i cili do të ndërrohet për të Bashkisë Vërdhenjës dhe Bashkisë Vërdhenjës. Ky është një investim në atë projekt të investimeve strategjike dhe si detyrë e të strategjike në një qeveria e përqimit të aksionit i bashkisë respektive që të të në institucia e projektit. Që ne kena paraqitur në atë shirë të në parim, këmë shprejta të cimë këmë të dhënë të këture pasurimet pamundshme shtetërore të tjera të vota për zhvillimin e këtij projekti strategjik në fushën e energjisë rrëmshme. Ky është një projekt që paraqitet vetëm për nga në largë të rrallës, për një ka paraqitet projekti konkret që përfitojnë me një numër të punësimeve nga zona. Normalisht ne do të fillojmë me një projektim më pas të detajnuar, i cili do të shohë edhe nga lidhja e kontratës. Here, August, we speak in decision of pikën 7. August, speak in? Yeah, how we voting? Pro? Numër pro, kundër, s'ka, një abstenim për në ato. Dhe fillojmë me pikën 8. Regulamin për miratimin e njohur si procedurë jo krenar për aplikimit e dhënë në disa zona të miratura me VTB numër 705/2025 për shpalljen e disa zonave me përfaqësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Vërdhenjë. Por për këtë pikë në pikë do të në një të vit. Aktualisht e kalojmë fazën e projektit nga programi paketit
praktikës maleve, në klasën e parë në 24 opozitusët e parë që kanë dalë përfitus nga pjesa e kësaj procedure. Lajtë përfitus nga shpesisht të gjithë në ambientin në mënjetatin të gjithë në klasë e eksperimentit që e shëmbëris me këto përdorus, përfitus që janë në procedura për të paris me lejtë shëllimi për në projektëve pa në të gjithë shëllimi të teritorit. Aktualisht në kina këto më e këtja që si të kanë kalu fazën e verifikimit administrativ në posishtë dhe verifikimin teren, relacion në strategji për para në përvojnë në të nëmën e në situacion të sërë. Ka dhe të Ka vërë të i pijtë diskutim? Më pikën të? Diçka. Po. Atëherë, në lidhje si po shoh disa emra për zonën kadastrale në Korë. Këto janë banorë të vendit aty, apo si problem. Se unë për shoshës apo në lidhje me Korën, në Askorna, se mos ka konflikt të pjesa qëmës. Në drejtë, ja. Ngellë është e bane për mes qarës se po diskutohet shumë të pjesë. Paketa marrëve ka dy kategori përfitusësh. Ka një kategori që janë të shqiptarë, pra unë që aplikoj të prona vejër e të parëve të një, por që mundën si sot mos me e pas në përdorim, ama me kënë për në shtetë. Dhe një kategori tjetër përfitusësh që janë ato që e përdorin këtë pronë, por që nuk janë dhe prona të parëve. Dhe që në këtë raste? Ato që janë të shqiptarë, pra unë që janë të shqiptarë pronës një aplikues ekonomik, duhet me ba deklarat për para notarit që janë të pak që këtë pronë me zhvillu përdoruesi. Ne kina ba takimin e teren dhe janë tjere dhe proponantë e tij, është tjere dhe lagja që e njohin që e përdorin, është paragraf fishin edhe pranë pronës, edhe në fashën zyrtare për 45 në Safan Pisa. Dhe absolutisht janë numër me sukses nuk kina pas asnjë variantishe për ato persona që duhen me zhvillu, kanë rrallë dakord në pronarin e tokës, janë punë të tina se si kanë zhvillu kontratët e marrëveshjes, por njërë kategoritë e po prej asnjë centimetra tokët të astrokush. Do të shënë pikë të tjere? Në pikën të? Një sekund point. Here, how long will you be fit? Pro. 20 vota pro. Kundër 1, abstenim 100, mirator. Okej? Atëherë fillojmë me pikën 9. Për vendimin e përmirëtimit rregullor të shërbimit të arsye publike në territorin e Shërbimit të Bashkisë së Vendit pas fiksit bashkëpunimit në zbatim të dekretit numër 324/2026 për përmirëtimin rregullor të shërbimit të arsye publike. Specifik kanë në relator përgjithësi i zyre së shërbimit të rrethin në zvarë. Që e vazhdojnë sa për përdorin e shpërzimit të arsye publike, dhe janë nga në vetëm me që këtë numër për ju, dhe do të analizu tekstin e vëdëmës numër kusë në zërëvatë të datë një për një faktë të zimit të dhe. Dhe se të në në gradë nga zëvashki, ata në bërë të tamë shëtëmin, për të zëvashki të të marë në një dhe veta në vëllë që në të shëtë. Në përgjerit një të ta, arë vëllër, në zërëvën me nëzër, ata në sa pasë. Të mund të me shpjegu, realisht, një me shpjegu në në së vëllër. Ja, është përshëzime të sjellë vërë shumë nësishme. Ja, një analizë kërës, për shumë biznesë që kanë nevojë për një zërën, që zërën malën jashtë dhe zërën biznesë e veti, malën në zërën të shtetë. Për të të më marrë një lërë të rështira dhe në gjithër kushtë në marrë. Ose një lokal që mund zërën në dhejtë avanina, dhe vejda se mund në zërë, për në rënjët një lërës në bashkëria në mondët në zërë në qasë, për të për të dhe në qasë në shketë kushtë e përdojnë për pozitivë. Janë një 10 miliona përdojnë për publike, me kena pa dhe qesën publike këto, kena kërku në mënimin e bandorëve, kena përgatit fartë në një grupë në vërën të përdojnë bashkisë,
mikrofon të zhvetë, të në përgjit pashat kur të zbatra faqira dhe duke, në zonët kryesore të bashkisë, që janë çdo fshat krahëse në kasë në zonët e mund të faqira dhe duke. Dhe, kanë bëjë, një atë. Sepse zënët e gjana mas të të bazan të sërën. Në të fani punë për një dhe dhe mund të jetë si Atëherë, ka përgjën të të libër të gjëmon? So, atëherë alë të të gjëmon, bro? 20 pro, kundër, s'ka, abstenim, qënë, abstenim? S'ka në pjesë të Atëherë fillon me pijën dhe, Regolamenti për miratimin e rrugësisë për vlerën e përfitimit të zonës matine të zonë e programit streaming të vëzhgën i cilat të regulamirë. Për të kritikën e analiz, në relation të pjesë e vlerës streaming social, zonën të anonave. La meta Commissione Sistemi është ba shqipimi të komunikacionit të plot i rikëtuar dhe në hapë shoqëras të zonës, ku pasukimi të komunikacionit dhe kontratë shoqëras në gjendje sociale dhe ekonomike, konstatoj se valoja është në proces i voci dhe jeton së bashku me të startin në njëzur të rejtë. Duke qenë se dokumentacioni i paraqit rezultat i provë në përputhje në kërkesat ligjore, për përfitimin e solucionit të shoqëras, Komisioni Sistemi ka vendosur përfitimin e procesit. Todos në këmë në qëmë të pijën dhe? S'ka atëherë alë në të pijën dhe, pro? 21 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, një atorë. Atëherë, i kanë një majtë të diskutimet në ishme, ku shkuar në të vejtum, që të bashkëja ka ku bashkisë vëdajnë, po, të dhe. Ja shkuje tema si të shutu, në ndërë para në Egypt, në patafuja dhe vetë, në punë të Luiz, atë mbani marrëshi, Po, në një shëzy, në një dhe që pashti do vetë. Në dhe di, a funksionojnë atë, Drejtorisht religjore, a të pa. Bani një raport shkurt zotit shqiptare për punën së sa ka hitë. Për çështjen e punës dhe ata që janë në atë në të rrëvizit. sa ka hitë sa janë bërë. Ka punë në dispozicion 2 matës terreni për me përshtipu procedurën e legalizimeve. Në raportimin që u ba, pra qeverisë në drejtorisë së përgjithshme, normalisht një kamë dhe shifra dhe kamë dhe klasifikimin e validisë të filën e lejtë e legalizimit. Që që ndesimi në bashkik në mashën dhe legalizimit, në në Shqipëri, matë se nuk kanë për detyrë vetëm të isën e legalizimit, kanë adresuar tjetra, të cilat nuk janë faktësisht ka shpesë në makina të kolegan Gjoni apo në, janë zonat sa është në është apo në matë në tu shkanit, sepse nuk ka rrugë, edhe financot dhe të gjashtu atore të certifikime, që nuk është pak në bashkësimi, që në këti se që do me ditë makinë në në dispozicion, kemi rast konkret në emnë, do një raport me shifra dhe një ka pojnë gati në mërën e kohë së atë a i morë në vetë të shëtit, apo ka në i zhërë, po njërë në të shmune, si më zona në përcakuar.
ato mjaftisit e terrenit marrin një financimet nga drejtoria e shkollës. Ato nuk janë në miratën dhe e legalizimit. Ato janë në matë gjërësi, rëndësi me zjarë si përfaqen dhe normalisht planimetri në objektiv. Se si përcaktohen zona, se kur të merrem nga e legalizimit, ne kemi abonë të keqë bashkim dy zonat prioritare. Nisë të cilat është edhe qyteti Vallt e Delës, që është pothuajse në përpunim, nuk kemi shumë pakrasë që si në marrë nga e legalizimit. Nëse ti ka në njërë të bashkja ose në të faqe zyrtare që të rrasë që ake shumen çdo muaj të miratuar. Dhe po të faqe zyrtare dhe qytetarë të rastës, sa po informacion ne shohim të publikuar të kanë lejë e miratuar çdo muaj. Po janë fokusuar në zonë. po në fshatin e Ashpës përfanimisht, fshatin e Stajtës, lagjen e Kapitanit, të janë 3 zona në që janë përgjithëse të përfundimit, por procedura vazhdon për të gjithë fshatrat e tjerë të bashkimit kombëtar. Nëse ti nuk do në të faqe zyrtare, në të asjallën nga në rrasë, zë të aktorën një zjarë të raportojnë me emra konkrete dhe lajën e numër. Atëherë përveçta, okej, jam bërë. Të besej. Kisha dy probleme vogla. Unë në të kërit, gjithashtë i kota për, gjithashtë pa mjeu. Sa i tema e në të më pas me zoni mjeu dhe pasën kompletohet e në. Kurse, problemi tjera, atë ndosë që ati urë, kejit, po përshë pjesa hynë, të ura në shëpërën. E apërish, atë shkëri shumë të lista, të nërë. Pas të e moja, shumë të ka pas përshëndet. Besoj që e kejtë në drasë, e? Më mojnë kejtë. Drasë, po, më mojnë drasë. Pa, a pjesë të hytë të inda. Ura të bëmë. Ura të bëmë, atë e bëmë. E kam në të e bëjë, si kur s'ka nga përshtatë në barë, po nga të ekspenzimi po ka që shkojnë të lisat kanë qenë për vetë në urë, me pari për në në të vazhdojnë të lisat për të pati dhe të në të soj, në të po njërë të një, e kini të në bajtë e hudë. Unë në mu një hudë dojë nga njërë, në të mu patën, në të mundu me në të Politisë sa kilometra është, e dina dhe sa valorit kujna, e dina dhe se si është bugjeni dhe normal që i zonët prioritare janë atë zonët që janë më shumë banume. Ti e din se sa bugjen, ti e din se sa bugjen të bashkjeve dhe jo të kanë në gjanë mund banë. Mërë një kërë të cakë. Danë në mënyrë proporcionale për me majtë. Pa tjerë. Lidhje me drejtat në qytetin e Vallës. 3 ditë rresht janë të ufik pa asnjë lloj vetëre. As të frymë, as të roshi. Tani gjojnë të tonë se kryedori bashkisë merë do me drejtat. Se kena me kërë Ma kena tavër natë si bashki për në përhimeshë më atë në. po tjetë më ta, ne i kena po pesë në shkresa. I kena po shkresa edhe për me nështu marrjen e energjisë. Vetëm qyteti do të ti merë po direkt një dhe me hidrës në i kena me shkresa. Pra jena, nuk është se më gjatë iniciative bashkisë në këtë aspekt. Nësa duhet me politik investime që banë u shreje. Kështë të gjithë atëherë të kërën një në 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 në